pasardalitet është pasarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën? Ti 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilin ose bën punën në një patronazhistit. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thënë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kavje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Mirëmbrëma, miq të Tru Podcastit, erdhëm neve të hënën, bashkë me Azmerin, për të folur mbi aktualitetin politik dhe jo vetëm në Shqipëri. Shumë shpesh mendojmë çfarë teme do bëjmë, për çfarë do flasim, për çfarë do bisedojmë, por për të gjitha këto ka menduar shteti jon shqiptar që na prodhon kontent pafund, duke bërë budalliqe, duke bërë blasfemira politike dhe jo vetëm, për të na dhënë neve material, sepse në fund ditës neve me të vërtetë i pagojmë taksat na 4 herë, por këto taksa na kthehen, sidomos neve të podcasteve dhe të mediave, na kthehen në material clearingu që na e paguan apo na i rikthen politika taksat që neve paguajmë. Si na i rikthen? Për shembull, një temë shumë e fuqishme që do trajtojmë sot është lufta e hetshme, e paepur dhe e egër për kreun e Partisë Demokratike, ku Sali Berisha ishte kundër Berishës në një luftë të cilësuar si lufta e übermenshes, e mbi njeriu të Nietzsches. Pra është Sali Berisha kundër alter egos vet dhe fitoi Berisha në një garë totalisht dominuar nga ai, pasi kundërshtari ishte thuajse inekzistent dhe nuk mori as edhe një lloj vote. Do flasim gjithashtu edhe pak për Nenin Basha, sepse Neni Basha ishte një nga nenet cilët rithemelimi atëherë kur unë bëja dhe mbrojtjen e tyre e tregonte si një pikë kthese në formësimin e politikave të brendshme brenda Partisë Demokratike, por ja që Neni Basha ishte thjesht për me largu Bashën dhe pastaj u fshi fare si nen. Nga ana tjetër kemi vizitën e të madhit, se e folëm javën e kaluar, duhet ta mbani mend që e kemi folur, ka vajtur në Kore të Jugut për të sjellë Samsungun këtu, e siç solli Shellin, e siç do na sjelli shumë gjëra i madhi me satelita, me jate, me bomba bërthamore, sepse duhet ta theksojmë që e gjithë kjo luftë që neve kemi me Iranin është sepse Shqipëria është kundër përdorimit të uraniumit nga Irani, sepse ndihet shumë e kërcënuar nga që veti ka ato bombat atomike, ne i kemi të fshehura nëpër bunkeret e Enverit bomba atomike dhe jemi një shtet i cili ka një valent shumë të madhe në arenën gjeopolitike, prandaj kemi hapur luftë edhe Rusisë, kemi hapur luftë edhe Iranit, po mund t'i hapim luftë edhe në një shteti tjetër, sepse siç ka thënë shoku Enver, ne jemi me forcat tona, brigada 8 sulmuese e Kuksit do shkoj direkt për një Iran që të shpëtoj Iranin nga Ayatollah. Dhe nga ana tjetër ka ndodhur tema 3 që do flasim sot, ka ndodhur edhe një aksident me humbjen e një djali 7 vjeçar, një fëmijë 7 vjeçar, nuk e di është djalë apo vajzë ndjeri, nga një regjisor shumë i mirë, nga një aktor shumë i mirë, Petrit Bozo, që është edhe djali i Luljeta Bozës, zonjës e cila është deputete e Partisë Socialiste. Është shoqëruar në komisariat për të bërë gjithë deklaratat e gjitha me radhë, por nuk është një nga ato rastet, me sa lexova unë, nuk është një nga ato rastet që ishte e alkoolizuar, thjesht aksident. Në një lagje ku fëmijët shkuten nga duart e prindërve apo ndjekin topin pa parë rrugën e gjitha me radhë, ndodhen dhe aksidente, por që është i lajm i trisht sepse në vend që të ikin disa njerëz të cilët i rëndojnë tokës kot, ikin disa ëngjëj, por siç më ka thënë një plak i moshuar, kur e pyesja për ekzistencën e Zotit, ma ktheu, ishte bari, ande nga jugu, ma ktheu përgjigjen, shikoj njerë tek ajo kopeja e tha, e pash kopenën. Tani Zoti vetëm këtë nuk ka ndarë. Ja lë i dashit atij ti përdridhen brind edhe kput shelegun. Edhe unë këtë e kam filozofi jeta. Vetëm ajo nuk dihet se kur ndahet, sepse është probabilitet shumë i madh. Ikën sot apo ikëm nesër.
Por ideja është sa herë që flem edhe vendosim kokën krevat, nuk e kemi asnjëri nga ne nuk e ka sigurt a do t'i hapi e do zgjohet ditën tjetër, prandaj duhet jemi falënderues Zotit, duhet jemi falënderues çdo gjë në univers, çdo gjë në natyrë që kemi mundësi të shijojmë atë që thoshte Akili se Perëndit na xhelozojnë për shkak se ne jemi të vdekshëm. Nuk do ju lodh më me të hyrjet e gjata, por po ja lë fjalën Azmerit që të japë një përsëritje të vetën mbi temat. Mirëmbrëma Shpend, mirëmbrëma të gjithë ndjekësve që janë duke na parë në këto momente nga çdo vend i botës tashmë, sepse janë të shumtë që na shkruajnë kryesisht nga diaspora, por edhe brenda vendit po ashtu, dhe meritojnë respektin ton maksimal për kohën që ata kalojnë duke na dëgjuar dhe duke na suportuar në këto që ne themi, sepse shpesh herë gjejnë veten pikërisht në çdo fjalë apo çdo rresht që ne mundohemi ta sjellim ndryshe në këtë hapësirën mediatike që ekziston tashmë në vendin ton, ta sjellim thjesht, pastër, qartë për popullin e thjesht, pa shumë metafora të bukura, por të themi realitetin që të tjerët mundohen që ta anashkalojnë. Dhe për sa i përket këtij marrje me radhë pjesën e temave, temës parë patjetër ka qenë aktualitet dhe është marrë edhe media disa ditë, por edhe vëmendje qytetare, sepse edhe vera po vjen tani dhe shumë tema nuk ka me thënë drejtën, edhe këto emisionet marrin pushimet, dhe vëmendja patjetër ishte tek le të themi referendumi i Partisë Demokratike, se nuk di ta quash zgjedhje, ti quash votime, nuk di çfarë emri ti vesh Shpend, sepse di si më duket mua kjo. Kjo puna e zgjedhjeve që bën partitë shqiptare, jo vetëm te Partia Demokratike, po të gjitha partitë, është si puna e zgjedhjeve që bëhen edhe nëpër këto kompanitë private SHPK që janë me ortak ose organizatat jo fitimprurse. Pra normalisht që ai që ka hapur kompaninë, ai do jetë CEO, ai do jetë administratori, kush do jetë tjerë që kanë emrin thjesht aty në lista, që i mban po ky me rrog. Ky është realiteti i partive në Shqipëri. Kryetari është partia është kryetari, të tjerët janë të zëvendësueshëm, vetëm kryetari është ai i pazëvendësueshëm. Dhe kjo është e tmerrshme, kjo nuk është demokraci. Kjo është komunizëm. Pra e kamufluar bukur në petkun e këtyre zgjedhjeve fasad në shumicën e rasteve. Dhe kjo është e tmerrshme. Pra ne flasim për një qeveri që vjedh zgjedhjet, po çfarë bëjnë partitë opozitare? Nuk bëjnë zgjedhje vetë. Dhe si do vish pushteti zotëri? Pse i din qytetarët budallënj këta? Nuk e kanë vetëm me Partinë Demokratike, me të gjitha partitë, se partitë e tjera s'bëjnë fare zgjedhje. Të paktën keq mirë Partia Demokratike e bëri referendum. Do thuash ti ka pikë pyetje po dhe un kam pikë pyetjet e mia dhe dyshimet e mia mbi procesin dhe të gjithë këtë show dhe këtë fasad. Po partitë e tjera s'bëjnë fare zotëri. S'ka zgjedhje më zotëri. Nuk njihet fare kush është sekretari, kush është nën kryetari, kush janë strukturat, s'ka formalitet, kush është partia kryetari. Kaq. Dhe kjo është e tmerrshme në vendin tonë. Dhe kur jemi në këtë situatë, pse duhet intelektualët shtrinë me parti? Vetëm tek pull. Të pavarur aty, çfarë ndryshimi ka? Pra është le të themi e tmerrshme ta mendosh që Partia Demokratike arrin në këtë pikë. Dhe është e tmerrshme, por është bërë normale, kur dëgjon më vjen keq në fakt, kur dëgjon kryetarin e Partisë Demokratike, zotin Berisha, që nuk di çfarë thot tashme, mbas edhe nga mosha, por edhe nga pozicioni politik u ndodhet, sepse në një video të para disa viteve thoshte që në ato parti që bën zgjedhjet me një kandidat, ato janë në zgjedhje moniste dhe duhen përbuzur, nuk duhen mbështetur e me radhë. Po ja, ndodhi, si i bie tani? Mos e kishte për veten e vet, e ka dhënë vet përgjigje. Pra, kjo është një turp i madh shpem, një turp i madh që bëhet, le të themi, për qytetarët, por duhet të themi një gjë që shumica e qytetarëve opozitar janë mbështetës Partisë Demokratike, duam apo nuk duam. Ata janë mbështetës të doktor Berishës. Për ata doktor Berisha është partia. Pra mundohu sa duash, me të vërtetë Sali Berisha fitoi Partinë Demokratike, pas shumë vështirësive të gjitha me radhë, por
pyetje që unë kam për të gjithë demokratët miq tanë, a e fiton dot pushtetin 2029, a e fiton dot besimin e shqiptarëve, sepse i mungojnë 326.000 vota. Dhe ky është fakt. Unë dyshoj që jo, dhe besoj se është e pamundur që të flasim tani me kem tok, jo me tifozlik. Se ka nga ata që thonë Berisha do jetë kryeministër në 2029, si thamë për 2025. Kur nuk fiton dot dhe humbet me qindra mira vota, thot i vodhi di Rama. Pastaj, po Berisha ulet po me Ramën për të ndarë, le të themi, benefitet e pushtetit. Pra reforma zgjedhore, territoriale, gjitha me radhë. Pra këtu është një show i madh ku neve fatkeqësisht na ka rënë për pjesë që të jetojmë këtu dhe të rrisim fëmijët tanë, sepse duam apo nuk duam, ne nga pazaret e këtyre varet cilësia e jetës tonë. Shpend. Po. Tani, një pyetje kam për ty. Si e shikon ti shëndetin e politikës shqiptare duke parë gjithë këto lloj anomalish që ndodhin? Domethënë në të ardhmen. Se këto janë jam dakord parimisht që janë anomali vëlla. Patjetër anomali janë, por në një popull që është vetë anormal, këto duke normale. Pra, këtu është ngritur, le të themi, bindja në popull, për shembull për Ramën thotë mos e ky kështu është hajdute, kupton, s'ka gjë. Mos e Berisha kështu është, çfarë thot sot nuk thot nesër, se s'ka gjë. Mos e ky politikan i ri tha kështu pa hajtses. Pra, çudia më madhe 2-3 ditë. Pra ne jemi popull anormal që votojmë a këta politikanë që janë anormal. Se po t'ishim ne normal nuk do ishin këta shpend. Themi realitetin tani. Po ti e zotri, ti e di që ai të vjedh. Por e ti e di që ai të vjedh, e di që është hajdut. Po si e ta bën dora ta marrësh atë siro lapsin atje ditën e votimit votosh hajdutin? Unë nuk e di e kur si e kanë ndërgjegjen e qetë. Por me sa duket shumica nuk mendon fare shpe. Fare. Absolutisht, asgjë nga këto që themi ne. Fare. Pra e shikojnë politikën si parti, le të themi, që vetëm duan që ajo që ata adhurojnë, sepse e kanë kthyer në kult, të fitojë. Pra nuk shikojnë fare program. Ku ka program? Pati ne program Partia Socialiste? S'pati. Madje edhe ato që ata nuk i ka bërë. Pra, si shpjegohet që fiton? Pra, populli jo nuk lexon valla, nuk fare program. Pra, dhe kjo është fatkeqësi, sepse e di ku është problemi, se shumica e brezit ton nuk dalin të votojnë shpend. Janë të lodhur, nuk i gjykojnë për 1001 arsye e tjera me radhë. Por këta që dalin që votojnë janë po këta të partive, militanti vete gjyshnore 7, si Majta, si Djathas, si i ri, si i vjetër, po militanti vendos edhe për ty, edhe për mua, edhe për tjetrin që mendon ndryshe nga këta. Dhe ne jemi të papërfaqësuar, ne jemi zerat papërfaqësuar. O shpend, një pyetje kam për ty edhe, edhe për të gjithë ndjekësit tanë. Një tek pyetje. Por e sot që ne jemi duke folur. Më thuaj një emër deputeti që të bën ty të jesh i përfaqësuar, që ti mund të shkruash, të kthej përgjigje, të ngrej problemet që ke ti në komunitet dhe të bëj namë në parlament. Më thuaj një emër. Them aksion realun, nuk pa them për show që bëjnë këta me video për Facebook dhe Instagramer. Unë nuk kam dha. Unë s'ta them dot. Që të them X-i, po, ky ta zgjidh hallin, qoftë në çdo cep të Shqipërisë. S'ka dha. Unë jam sot i papërfaqësuar shpend. Nuk e di për ty, po unë jam i papërfaqësuar mik. Dhe si ne besoj ka shumë. Ky është faji jonë vëlla, se duke pasur një lloj apatie të tipit s'po vetes se nuk më përfaqëson asnjë, duhet mendojmë edhe këtë, nuk është e drejtë më, shumë e vërtet më, është parimisht shumë e vërtet kjo. S'na përfaqëson asnjë, edhe nuk kemi për të votuar, po nuk është ajo vota jote, mos votimi jot ndikon. Përkundrazi, mos votimi jot ndikon për keq vëlla. Sepse është parim inxhinierik ekuivalentim. S'vete ti, vete ai tjetri, ta mbush. Patjetër. Po kupton shpendin? Dhe në kodin elektoral tonin, kodin zgjedhor tonin, nuk është se kemi një përqindje dysheme, që nuk pora poshtë kësaj, nuk
zgjidhen votat, nuk miratojnë zgjedhjet, nuk legjitimojnë zgjedhjet. Këtu 1% votoj janë të rregullta. 90% dalin votime është legjitime. Tash ne dim 19% që 100% ka 70% të 70% të 19% e ka Rama valla, e ka pushteti, se janë njerëzit e punësuar. Kjo dihet është llogari e bome. Gjithë ideja është, ne jemi futur në një kurth. Të gjithë, intelektual, mendimtar, quhet si dushti. Cila është zgjidhja vlla, hajde mendojmë për një zgjidhje. Domethënë, jo vetëm zgjidhje që shtojmë ne. Është një zgjidhje që të shkatrosh ata. Shkatrosh skemën e këtyre. Dhe unë sa herë që e kam vranë mendjen, nuk më del asnjë lloj gjë tjetër po se bojkoti valla. Po te bojkoti çalon në vend tjetër, se do sensibilizim. Do sakrificë vlla. Shqiptari mendon se Usain Bolti vrapoi vetëm një herë 9.54 sekonda, 9.56 sekonda. Kishte 12 vjetë i zotëria për atë 10 sekondë që që stërvitej si kafsh, në 20 orë në ditë. Po nuk e bëni sakrificën sot, si do t'i Shqipërinë e mirë? Kush, më thojti mua një shtet i cili është ndërtuar pa sakrificë valla. Po s'jemi ne popull që sakrifikon në shpend. Themi realitetin tani për mos bëjmë sikur. Sakrifikuar më Azmer, nuk është se shikoj ky popull ka sakrifikuar valla, nuk është se nuk ka sakrifikuar ç'është e vërteta. Mbas partive po. Sakrifikim është kur ti del kundër edhe partisë tënde kur ja fut kot. Ky është sakrifikim shpend. Që ti del për të mirën e vendit edhe kundër politikës ose një veprimi aksioni politik që bën po partia jote. Më fal, po ato tokat që po merren le të themi në Vlorë atje në Nart. A e fitoi Vlorën sa po e fitoi vitin e kaluar Partia Socialiste Bashkinë? Me një përqindje jashtëzakonisht shumë të madhe. Po mirë valla, ato tokat nuk janë dhe socialistëve atje? Nuk janë edhe të qytetarëve, pse vetëm 10 veta atje në protest? Se më bëri çudi me një qytetar, por më duket turpshme, madje po më lejo ta ndaj. Se më doli në rrjetet sociale. Thoshte shikova se unë kam ardhur këtu tha, po s'ka faj Rama tha, s'ka faj politika tha. Pra mos ngatrojmë ne me politikën tha. Fale zotëri, po kush e ka rrethuar? Kush pa merr tokën atje? Pra, dalin protesta, atje thot se ka fajin Rama, se ka Berisha, se ka ky, se ka ai. Më fale dhe, po kush e ka fajin këtu? Pas ka populli? Se tani nuk shkon kjo tani. Apo ta kemi mirë edhe me shtetin, por edhe dukemi edhe këtej, sigurimi dhe me popullin. Apo të i përçajmë këta. Pra nuk reagojnë këto për ku është Vlora, por janë me qindra mira banor atje që jetojnë. Nuk flasin e shpend. I bie që ata janë dakord vlla, që të merret të vidhet atje. E njëjta gjë edhe për rjollin e për gjitha me radhë. Pra, pse vlla nuk ka reagim? Pse një pjesë e njerëzve pret që ti dhe unë nga Tirana të bëjmë namin për një të drejtë që i takon një herë banorëve të zonës atje, se atyre po i merret toka, s'po merret as mua as tyje. Edhe pse Shqipëria është e gjithëve ne. Po nuk reagojnë valla. Dhe ky është fakt. Pra ky është fakt, çfarë ti bëjmë ne? Pra të bëjmë ne heronj për çfarë? Dhe kjo është sakrifica që shikoj unë. Për heronjë vlla, shikoj, për heronjë ta nuk meritojnë të bijem neve asnjëri heronjë. Nuk e meritojnë vlla, se në fund ditës Shqipëria nuk është më e jona në stelm. Shqipëria nuk ka qenë ndonjëherë e jona. Se ti e di mendimin tim që kanë 100 e kusur vite që neve qendrën e Shqipërisë e kemi në Beograd vlla. Edhe unë këtë e kam bindje. Sepse as lloj politikani, edhe më mizogjeni, nuk mund t'i bënte dot Shqipërisë atë që do donte t'i bënte Serbia. Dhe këta që na kanë udhëhequr vlla 80 kusur vjet, që janë të njëjtët, nuk vetëm kostumi u ndryshon. Ne që kemi lexuar çik real politike, kemi lexuar Josef Fushen, që ndryshonte një herë në Girondin, Jakobin, një herë mitralieri Lionit, një herë prift, një herë xhandar, një herë, nuk e di domethënë, këta thjesht kanë ndryshuar vdekja kalit. Mos e merr personale, i tha se ti e di, unë bëra çmunda. Ta rrasa çik në burg, po pak fare, vetëm kokën. S'ka gjë, 25 vjet burg ti. Mu desh ta bëja.
Edhe puna këtyre, erdhën vlla janë pinjollët e atyre, e njëjta skem. Problemi është vlla si ta rimarrim vendin ton. Se nuk është problemin ta marrim. Si ta rimarrim ase e kemi të humbur, s'është me joni. Kudo që të shkosh vlla ti nuk ndihesh më në Shqipëri, ndihesh i huaj në vendin tënd, është e tmerrshme. Se merr do të shpend, si do ta marrësh? Ti kujton se opozitat, e them opozitat shumë në shumës, kanë ardhur me një plan ndryshe. Po ti ke asnjë nga këto, o shpend, më thuaj mua një politikan apo që ka dalë tani përveç, them t'i japim atë që i takon lëvizjes bashk, që foli tani për pjesën e Palestinës apo për vllajën tonë që ishte në flotanien. Po, Bakiun. Përshëndetje. Pra, foli njeri vlla, se këta duan gjithë për ta kenë mirë me Izraelin, se ti e di shumë mirë si na thonve neve, ore kujdes çik pak me Izraelin se s'ke për të bërë politikan ose s'ke për të fituar. Servilosu Izraelit, ma thon mua vlla, ma thon miq tan përbashkët. Mos i kaq i drejt për drejt. Po mirë vlla, ç'a tani ti gënjejmë qytetarët e tani. Për të bërë për dalë mirë te Izraeli. Hajde se po gënjejmë qytetarët se jam mësu qytetarët duke i gënjur, o Azmer. Po gënjem veten o vlla. Po s'gënjej dot veten. Ç'a tani tu po bëhet nami të shkosh te xhelati, edhe ti thuash marruaj çik qafën. Se kështu i bie tani, me majtë atje. Hajde te xhelati. Pastaj ne s'kemi gjë kundër Izraelit vëlla, se nëse këto janë disinformacione. Ne s'kemi gjë kundër Izraelit vëlla, ne jemi kundër krimeve të luftës. Çka ka këtu kaq problematike vëlla. Ne jemi shqiptarë që kemi parë krime lufte në Kosovë dhe jemi shqiptarë që po shikojmë krime lufte në Gaza vëlla. Tani ku që ka këtu, për çfarë duhet ndihem unë keq tani që po unë e di ku do ndihesha keq. Unë do ndihesha keq nëse s'do kisha folur vëlla. Nëse do kisha netur në heshtje, nuk doja toleroja dot vetes, do ta kisha breng të jetën. Jo se ndihmova gjë, ata i vran që i vran. Ç'a ishte për të vrarë u vra. Ton, tash se jam mesia apo ti apo në paranet historisë rreshtohesh shpejt. Se do mbaroj një ditë iluzionin, mbaron paqja, fillon prosperiteti e bla bla bla. Kur të pyesin ç'a bëre ti, të pakën unë fola valla. Aq kisha unë. Zër. Eksakt. Aq ke zër. Ne s'kemi para. Gazës o vlla, semi për vete. Këtu t'ja plotësisht të drejtë, sepse pikërisht këtë përgjigje unë jap gjithë qytetarëve që më thonë shpeshherë po ja ti ç'a bëre, i them po, kandidova unë vlla në Fier dhe ju s'm votuat. Këtë e bëra unë. Unë me veten time unë jam i qetë. Edhe quhet ignorantët në Fier i dha 12 deputet e Partisë Socialiste dhe 4 Partisë Demokratike atje, që asnjëri me përjashtime të vogla flet për problemet reale konkrete të qytetarëve. Pra, të bëra unë me veten jam i qetë. Unë erdha, e provova, nuk më votuat shtetet mira valla. Tani, më falë po, ç'a duhet bëj unë më shumë? Nesër provoj ti, do të mbështes unë i pari. Por, këtu e kanë kështu burr, duan se ne shqiptarët kemi një gjë burr, ne bëhemi me më të fortë. Dhe e shikojmë Izraeli e ka mirë me Amerikën, o burra se atë bëjmë me Izraelin, se si dihet. E kupton se thot një që është pa punë dhe pa dhëm gojë në një lokal të Shqipërisë, se po i kërcet Izraelit se komenton ky apo duart troket Izraelin ky në rrjetet sociale dhe na shan neve apo ata që dënojnë krimet që shteti zionist ka bërë ndaj fëmijëve në Gazë. Pra, është le të themi e tmerrshme kjo pjesë. Pra, po ne kemi më shumë krime po ndodhin këtu te ne, por po na vriten fëmijët. Po na i shtypin rrugë, o shpend. Pra, tu ke njerëz të çoroditur, se tani po vjen dhe edhe vera dhe në fundjavë ti e di në Shqipëri bën shtu ndjel nga 10 dasma në çdo qytet. Ka dalë një mod tani bllokojnë autostradat. Isha dije ngela i bllokuar ti. Ç'a ti thuash këtyre mos? Por ç'a ti thuash, ore nga nxorën këtë traditë, nuk është traditë jon kjo është pend. Se jam shumë i irrituar se isha vetë në trafik. Tash ora çka ka ndodhur në aksident.
Shikoj aty dasmorore shumë mirë ju trashëgojeni, ore për çe keni këtë më zotri? Se nesër bëj dhe unë çunin synet edhe hajde të bllokoj rrugën. Ase kështu i bie tani se kam gëzim, mesazhe. Dikush tjetër bën diçka tjetër, ç'është kjo valla? Pra, është le të themi një mungesë kulture në maksimum. Por me renda e di cila është. Sepse kur Taulan Balla ishte ministër i brendshëm, e shpërndante rrjetet e veta sociale kur bllokohesh në astir, kjo e dasmë si një gjë pozitive shpen para një viti. Pra kur ministri e nxjerr thoshte shikoj festë e madhe të trashëgohen thoshte. Idiotë burr komplet. Kur e thot ministri këtë ç'a preti? Pra këtu është Ço ti bën ministri, Ka ai është bule, ministri më i bukur. Ai është ministri më i bukur. Është më i Dakor, bukur, dakor, më inteligjent. po i vendos për fatin tim, fatin tënde të gjithë neve. E kam ngritur unë aty te lagje ime apelin, nuk ndalon njëri te vizat e bardha, shmarna i mas, zero re, as s'ka pyet njëri fare. Qa presin, të shtypi makina ndonjë fëmijë aty? Unë shpresoj shumë mos ndodhi re. Po vija nga Vlora me një mikun tim, makinë shumë e mirë, e re, që të mban në rrugë domethënë, se po tregoj luksin e makinës. Po një makinë që nuk e frikë të japësh vëlla në autostradë. E kisha unë makinën në kthim. Ti e di që rrallë herë në një rrugë shumë të mirë, kombi, që jap 130, 140 që të fitoj qikon rrugë të drejtë. Po unë nuk ka shanse ta kaloj pa u bë bab 110-ën. Kur të bëhem bab me shumë mundësi nuk e kaloj 90-ën. Jo se më duhet jeta mua, po duhet me rrit voglina, vlla. Se s'ta rrit njeri. Po s'ka rrugë bo. Po flasim për makinën e 2023-shit. Na kalon një Golf 4 vlla. E 2003-shit a 2004-s me drita të fikura pas, të djegura llampat, që nuk ka stopat nga pas, që ta dallohesh makina, është motorra, qa, qysha tek, mund të ketë qenë 120 isha unë, vlla, 115, 118, sa dalim nga Transballkanike që të rrethi fundit për të futur në Vlorë, rrugës më për Panaja, vlla, mund të ketë qenë mbi 180 ai tipi, po binde edhe shidje. Tashi, mirë ti nuk e do vetën o vlla. Pse je i droguar, ka lënë gruaja, e ke gjetë gruan tratoj me komshiun, puna jote e vlla. Ke pi drogë. Nëna ime dhe nëna jote pse duhet qajnë o vlla. Se ka që pyetje thjeshe, pse të qepa se të do ty t'jetosh. Me makinë ka qole, vetë ti me 180. Ku vete ku ka rrugë Shqipëria nuk ka rrugë, kalosh 100-shën o vlla. Se s'ka drenazhim. Një urë në një veta po në Shqipëri nuk e një rrugë shpend, në Shqipëri nuk e një rrugë ku ke bashkim urësh që nuk e ke urën në disnivel. Pra në këto vitet e fundit po më gjetet një urë në Shqipëri që është ndërtuar, flas në autostradë, pra që e ke në nivel, pra unë nuk flas më për këto çështje. I ke të gjitha kështu për disnivel, o të hidhet makina për pjetë, o të plasat e zëtë. Pra, 2 ura nuk din t'i bëjnë. Pra janë bërë ura që është në antikitet para 2000-3000 vitesh dhe i ke s'kan luajtur centimetri. I ke urat skandal. Pastaj, është një fenomen tjetër që kam dashur ta flas shpesh herë, po na merr rutina dhe më del edhe nga mendje, po me qenë se jemi te rrugët, po shfrytëzoj rastin për ta thënë. Mu nuk duket as pak normale shpen X kompani bën rrugën në krye turës atje e le emrin e kompanisë që ka bërë rrugën. Më fale zotri, ti ke marrë lek për të bërë rrugën. Qa drejgjin do emri kompanisë tende aty te ura zotri? Apo te rruga, te mbikalimi? Ase ajo ngel, ndërbreza. Kush je ti më zotri? Që është kjo më vlla? Kjo është e jashtëligjshme. Ku ke parti në botë tani të vesh emrin e kompanisë ti që bëre rrugën? Ti more lekë zotri, bëre shërbimin. Reklami bie kjo, pra në kurriz kujt, qytetarëve. Pra, kjo kompani duhet gjobitet, duhet hequr, duhet zhdukur këto. Këtu më të rreti
I pallatit me shigjeta më. Po gjithandej është, në çdo mbikalim ke emrat e kompanive. Në çdo mbikalim. Të shkruajtur aty Salilari. Salilari SHPK tek Po ura ç'jeta më? i pallatit me shigjeta. Çdo lloj kompanie e bën këtë. Çdo lloj kompanie ndërtimi është një lloj si doktori, vete një zonjë bëj buzat dhe ti shkruaj emrin e ai këtu. Thot jam buzë dhe mia këtu nga brenda. Se kështu i bie tani. Lopat. Gjeshi me djegje. Po fiks. Pra që kush to që bëjmë byçën me silikon vetë Skerdi Faria, ja shkruaj me firmë. Pa. Ja bëj firmën. E bukur është. Kur e mendoj se nuk është shumë e keqe, duhet. E njëjta gjë edhe për rrugët tani. E kuptoni tani? Shtmerra, por mos më duket normale. Absolutisht, vetëm këtu e kam parë, nuk e kam parë jashtë. Prandaj më bën çuditje. Pra dhe nuk flet askush për këtë. Jashtë ti ta bësh vizën e bardhë vëlla, të dalë nga konturet që e ka përcaktuar inxhinieri, ti gjobitesh, minimalisht gjobitesh. Të mos të hapet shtav, të bllokohet rruga dhe ti mos të hapësh kanalin për ambulancën, ti jo patent që nuk shikon më të rjetën tënde. Po ti do bëhesh nga Gjermania, vëlla. Ti hapësh makinës në Gjermani. Edhe pas 10 vjetësh, hiqen tërë pikët e patentës, nuk merr më patent në Gjermani. Bllokohesh rrugën në Gjermani, vëlla, se punime, aksidente, se ecën dhe atje si çmendur se no limits. Po janë miliona njerëz aty. Bllokohet rruga, dilte edhe në mepe, në gjitha merat. Edhe atje ti shikohet më ishte sinkronizim, shikohet parin që hapte rrugën, vente i dyti pas atij, i treti, unë që isha i 200 në rast, bla. Do më duke i vetë çuditshëm, po 3 janë mesës, si shqiptar. Do hapja krahun unë. Opa. Po si nuk ka kaluar një njeri më Azmer, Dulevish, nuk ka kaluar një njeri vlla pa patur urgjencë reale tek ai korridori. Nuk abuzonin për shembull. Ke vënë rendi kur kalon ambulanca? Mirë një që është i familjarit fatkeqit që i shalla shton, po janë në 10 tjerë nga pasë, vëlla. Janë tipa të shkath ta, po, janë të shkath. Se unë këtë nuk kuptoj dot. Qa do i kuptosh, po? Tu është kamanën, po. Nuk e kuptoj, të betojnë, ta nuk i kuptoj dot. Po s'ke si e kuptonë është se pjesa më madhe e ka blerë patentën, po. Po të themi realitetin tani, po. Pjeca më e madhe shqiptarëve po t'i marrësh në provim, e humbasin patentën. Se të ngasësh makinën nuk do të thotë mbash timonin, frenat dhe gazin, vëlla. Duhet njohësh edhe rregullat e qarkullimit rrugor, edhe tabelat e gjitha për parësitë e çdo gjë. Ku i din ata, vëlla? Ai ka dhënë lek, ka marrë patentën, i ka ardhur patenta para zgjedhjeve atje. Ti thua di ai rregull. Ai pa korridori ja futi shtizë, po. Ç'a? Është merr, po. Dhe shumica, pra shumica ne të themi realitetin e burr. Shumica e qytetarëve kanë blerë patentën. Dikush teorinë, dikush praktikën, dikush të dyja. Mirë të makinës. Po këtu po blejnë patentat e kamioneve, të autobusave shpe. Se të gjojmë burra për kafene me njerës që njohim në rastis. Thotë e mora kaq, dhash kaq. Pse nuk i dim në këto, burra? 700.000 lek, ma. 700.000 lek. 700.000 lek. Ta bëjmë hapë. Të që në tru podcast të e troq. 700.000 lek është patenta e kamionit. Ta marrësh në dorë. Qa predi tani? Ai nese është rrugë e zë. Ai është minë me të hapë në rrugë. Se e kam fiksim në kamionit, nuk e dim ka pëlqy që i vogël kamionit. Unë du me mësua vëlla, du me gjithë ko vetës, 2 muaj. Teoria është e thjeshtë tani, unë kam 15 vjet, ti ke 15 vjeta, 16 vjeta, 17 vjet me patent. Dhe si në fucking shit është aja, thjesht duhet bësh prerjen e timonit se turiri më i madh, ke 8 goma nga pas. Janë disa gjëra, po që kamioni është më i thjesht për të mësuar se sa, për të kujtuar se sa makina. Që nuk ke shumë precizion gjeometrik. Por unë duhet me mësua vëlla. Ta kem. Se marrën patentën kod edhe to. Ku ka nerva shqiptari tulet mësoj, por je Terezia po jo. Ku ka nerva po? Ai e to gati ti thua, pa çaf thua, por ai mundsi ishte të çosh te shtëpia. Ba, mos mësosh makinën. Ta marrësh pas zotësi makinën ti ke bler vdekjen vëlla. Se unë këtë, më thënë, është lloj idiocia. Lloj idiocia nuk është se ti more çato çpendi ty provimin e anglishtes, je bë dysh dhe lega dhe more C1 se duhet për një aplikim.
ta mirë kuptoj vlla se C njëshin e kap duke lexu. Jetë makina shoku, do hipësh nonën e fëmijën. Mirë ti që e di, po ti duhet sigurohesh edhe se ecë me tjerë, nuk është se del ti nga rruga, del ti nga shtëpia dhe je vetëm ti. Në Gjermani kishte një rregull vlla. Në momentin që ti hipën makinë, do ti paramendosh të gjithë si psikopatër e do t'i ruash. Dhe unë këtë e kam vathën vesh. Unë ndaloj vlla kur të shikoj që ti se ke ndarë mendjen do futesh me të kuq, a me jeshil, a do me bot drag, a të duket vete se koha jote vlen më shumë se sa imja. Nuk rrit mere me ty unë ndaloj. Ik ti, që je rrugët në një kanal, në një gjo. Ka që loj probleme, unë jam avash, breshk, me kismet, kur në pyesin kur do vish këtu, në fjerë. A mëse 1 orë 20 minutësh rruga, ore kam shok që kanë 47 minuta rekord Tiranë Vlorë. Po janë pilota, o vlla. Ata janë pilota, ja ka lindur truri ati për atë punë. Merret vetëm me hekura. Unë s'jam pilot, o vlla. Unë jam shofer. Avash, rripin e sigurimit. Më thuaj ti mua sa shqiptare vendose rripin e sigurimit gjën e parë, o vlla. Futesh makinë, futesh rripin e sigurimit. Vetëm po të ketë një policë para. 10% o vlla, se ka sensibilizim. Jam unë e ti. Unë sa futem makinë edhe pasagjer vendos rripin vlla. Nuk është koncepti, nuk është koncepti 97-s je gay në qoftë se vendos rripin e sigurimit. Se ato ja mentaliteti. Ma tha një shoku jonë për para ca kohësh, miku joni për bashk. Në makinën time, vura rripin unë. Për lidhet burri më tha mua. I thash unë zakonisht mbaj rrip edhe të pantallonat po dhe në makinë, kështu që unë mendoj se lidhet i tash. Të lidh gruaja, vlla. Të lidh gruaja. Pra, po jo, shikoj kur e thot një intelektual, imagjino një qytetar tjetër. Pra, por kjo duhet ndryshojë shpende. Zakonisht ndryshimi vjen nga bankat e shkollës, nga shkolla. Ndryshimi nuk vjen nga Big Brotheri, nga ferma VIP apo nga banalitetet e TikTokut. Pra, ku e kemi në arsimin, theme realitetin tani. Arsimi është në regres. Po pati regres, si do ketë ndryshim për mirë. Pra, sot fëmijët nuk njohin kush janë, le të themi, personat që kanë kontribuar për kombin tonë, po. Modelet e tyre janë futbollistët, janë këngëtarët që ai se di fare, ai show speed thon këtu, adoleshentët, e kupton, është një që ka ardhur në Shqipëri ky që se di ç'a bën, e kupton. YouTube. Atë e njohin. Po atë e njohin, po ç'a kontributi ka ai për Shqipërinë, është. Pra, tu modelet ke në librat shkollor, ke për Noizi. Noizi, okej, është një këngëtar që ka zhanrin e vet, profilin e vet, por nuk e mendoj, ju nuk e shikoj të logjikshme që të shkruhet në librat e shkollës përmendet si rast suksesje. Se mjafton ti dëgjosh tekstet e këngëve dhe mua nuk më duke normale. Se këtu ka dhe një problem shumë tjetër, se ne pjesa më e madhe e jona nuk e di se çfarë është atë dheu. Nuk e di se çfarë është, le të themi, dashuria për vendin. Se këtu mendojnë se atë dheu janë thjesht disa personazhe që kanë dhënë kontribut. Sepse dhe historia jonë edhe nga komunizmi na flet vetëm për heronj që në fakt po ti hysh thellë nuk janë ata që kanë dashur të na shqetësin. Në fakt vendi çfarë janë? Vendi janë rrugët tona, janë malet, janë lumenjt, janë pemët tona. Kur ti e gryen ja merr zhavorin lumit, kur ti e shkyen rrugën, kur ti i hedh plerat, le të themi, në kanal apo në lum. Pra, ky është atë dheu, po kjo duhet quhet ku? Duhet quhet në shkolla. Pra, dhe ne jemi pjesë e këtij vendi, jo njerëzit janë kalimtarë. Kryeministra, president, sa ka pasur Shqipëria dhe sa do ketë. Pra, ne jemi thjesht kalimtarë në një periudhë caktuar kohore dhe na ka rastisur ne të jemi në këto vite. Mbas një shekulli ne nuk do jemi këtu. Pra, sot ku kemi në shtëpinë, ku kemi ngritur çdo gjë që po zjemi me vllajin, po zjemi me motrën, me njerëzit e afërm, pra për një garth aty apo për një apartament, mbas 100 vjetësh nuk do jemi ne fare aty. Mund të jenë edhe Bangladeshas që ta gëzojnë, mund të jenë edhe Izraelit, mund të jenë çfarëdo lloj race, dhe ne
gjatë periudhës që ne ishim, çfarë bëm? Ne u zum me njëri tjetrin. Pra nuk lam gjepa thën, ja morëm, ja zaptuam e të gjitha me radhë. Dhe kjo le të themi është e tmerrshme. Pra në situatën aktuale ku ne fatkeqësisht ndodhemi si kom. Me qënë se jemi tek gjendja jonë si kom vlla, kemi pasur një udhtim të madhit. E vetmja gjë që mora veshu nga udhëtimi multifunksional tentakuloz i tij dhe i ndoshta takimi më i mirë, arritja më e madhe, kush e di çfarë do na premtoj tash për zgjedhjet e 2027-s e 2029-s, ishte që ky është i gjatë. A kupton? S'është komike, është e turpshme. Gjë e vetme që mora vetë vlla është që ky donte urvat i puthe dorën një japoneze. Kryeministre apo. Po, që është kryeminist, që na ndodhi të ishte kryeministra e Japonisë, po ky nuk e shifte se ky është i gjatë dhe i shef të shkurtrit, i shef kështu me inferioritet. Mendoj se do vende si te Meloni që do t'i puthe duart apo atij tjetrit Liechtensteinit e Luksemburgut që i puthe dorën. Dhe vajti në një vend i cili ka mijëra vite që e diferencon kulturën e vet autentike, homogjene nga kulturat e tjera. Ata kanë atë shprehjen e bukur të shumë gaizhin. Të huajt. Auslander. I huaj vëlla. Nuk mund të përqafosh dot kulturën japoneze si huajti. Se kanë të shenjtë ata. E kanë një lloj koncepti. Vetë i put dorën e ambajti dorën e tha, të pakën ti çeki i gjatë. Tashi, ky i gjatë Kjo i dështoj me sukses atit, sepse ai është mësuar që do të bëj lajm, e kupton? Jo vetëm këtu brenda vendit të Shqipërisë, këtu çdo gjë shumë e thjeshtë për t'u bërë, po edhe në media ndërkombëtare, sepse kur të gjitha i kishin takime në Këshillin e Europës e të gjitha me radhë, ky vende me çarape të kuqe dhe me atlete të bardha dhe merrte vëmendje. Njëjtin gjë bëri edhe me Melonin, pra që i ulesh në gjunjë nga këto budallike dhe tha ta bëj, tha dhe me kryeministren e Japonisë që të flitesh kjo, por i dështoj me sukses. Pra, ky është një turp, le të themi institucional, si mund je kryeministër o zotëri, ç'është kjo valla, kap dorë, pra si del si Manjagu Surreli ashtu valla. Thot Manjagu Surreli ka vajt në Japoni atje dhe kështu i bie por tani. Se tani njerëz u lungjunj, kur ishte ande Franz Dille pa brek, tani në Japoni ka pasaj dorën me zor. Tani falë valla po. Ka diçka që nuk shkon me këtë. Se është dhe burrë, është dhe gjysh tani, se nuk është moshë e re, 30 vjeç dhe po ja bëjmë halal, e kupton? Testosteroni, hormonet e me rato. Gjysh e burrë. Se thonë në ndi nga anë tona u rrit dhe u poq, po se s'pa vazhdojmë më shumë. Pra, është të merë, po. Plak, po, e ka flak ai, atë dashurin. Pore, po. Pra, për të marrë lekë aty dhe për të firmosur lejet e kullave pa tjetër, aty s'tolerojnë ta. Një pyetje kam për ty. Kaq shumë klona shqiptare të saknaqe duke u përfaqësuar nga një klon vëlla, nga një Manjak Surreli. Në i puthi të gjitha kryeministrit e botës o vëlla, në i llapi të gjitha, ç'a bëhet shumë? Po, ç'a pret një popull ti që rrit 3 orë para televizorit, shikoj to show televiziv, fjedi apo nuk fjedi, e puthi apo nuk e puthi. 300.000 veta live aty. Kështu që e një dhe gjë dhe pse mos ta bëj dhe kryeministri? Ai e ka kuptuar ç'a do populli? Populli këto do. Përputhen Big Brother, show, cirk. Do të di populli se nuk ka ilaç spitale. Fare më, prap të voton. Do të di populli që i ikin drita dhe s'ka ujë 24 orë. Punë e madhe, prap të voton. Ase i ka dhënë prova dhe do t'i japi prap. Pra do ta di populli që nuk gjen punë këtu, një pjesë e rinisë edhe sot që ne flasim, mbaron universitetin apo një shkollë profesionale dhe ikën emigrim dhe prap këta që ikin, prap këta e votojnë. Pse mos bëj kështu? Madje këta ja çojnë dhe me post tani, e kupton? Iku se nuk gjente punë këtu, po prap e voton këtë.
Tani, këtu s'ka, unë e kam thënë, nuk ka psikolog që na zbërthen dot nëse. Ja, del ajo matrica atje, po të orienton diku, po këtu s'ka orientime mik. Tu çfarë do thuash? E di çfarë problemi ka këtu vëlla. Tu është problemi që ka aq shumë lum sa reforma që duhet bërë vëlla duhet të jetë drastike dhe reforma që duhet bërë me gjak vëlla. Domethënë, Kush do bëj shpën? po pikërisht Që pa të bëhet kush ref- ta bëjë. që të bëhet reformë, vëlla, do njerëz. Ku ka njerëz? Tu 720.000 ke pensionisti, 200.000 ke administrat, një 300.000 ke fëmijë. Kush? Neve na vin vëlla, na vin miqt përbashkët tanët, dhe na thon kujdes me Amerikën. Kur ishte spaku atëre që filloi, gash nuk ke frikë ti vëlla. Nga ambasada amerikane në rreth kuq. Tash në rreth kuq për çfarë vëlla? Më thuaj ti mua një rast, tash un kam vajtur një projekt në ambasadën amerikane, që të kem interes te ambasada amerikane. S'kam vajtur me vëlla. Un kur të hedh vizën amerikane, tu ti hedh se do me taku ca njerëz të mirë vëlla. Që i kam anë du me pa njërë Amerikën, as nuk më pëlqen të jetoj në Amerikë. Pëlqen vëlla, se është vend i madh, vend me lloj psikopati, kupton se s'do vesh ti të presi me krah hapër ty, do 5 vjet tash, ne 33, me vaj 40 vjeç, me dal për punë në Amerikë. Ta do shijosh në jetën tjetër. Apo dimri 6 muaj mbyllur në shtëpi. Me borën 2 metra. Në fakt po e thua fiksi si ja bëri Dua Lipa Izraelit. Se doli Izraeli, tha, i ndalojmë hyrjen, tha Dua Lipas, tha, në territorin izraelit, dhe përgjigje ishte perle, brillante. Ase kisha menduar ndonjëherë që të veja. Kështu që është një lloj shpell të na ndalojnë hyrjen tani, po them unë, më thuaj një shtet kot, Estonia. Kështu që s'kam plan ndonjëherë të vete në Estonia, kupton? Edhe po më ndaloj, vazhdo valla fare, përkundrës. S'kam plana të të vi. E njëjta gjë edhe me Amerikën. Macaron kjo frika, jo Amerika është ndërtuar aty vëlla, ku është ndërtuar. Hiq pjesën e zionizmit e të gjitha me radhë, që ne kemi stër diskutuar, është ndërtuar në bazë kritikës. Patjetër. Në bazë të dikotomisë. Alexander de Tocqueville, pastaj George Washington, erdhën njëri pas tjetrit presidentat e mirë vëlla. Roosevelt i parë, se Roosevelt ishte kukull. Roosevelt i parë, unë e kam thënë mira herë, por ka shkarkuar këshilltarin e vet parë se kishte një muaj që se kishte kritikuar. Kuptoni, 1909-1908 presidenti amerikan shkarkon këshilltarin e parë se thotë nuk ka mundësi që një muaj mos kem gabuar dhe ky s'm ka kritikuar vëlla, se s'ka mundësi mos bëj gabime, se jam njeri. Flas 1908 vëlla. Kjo është Amerika për mua. Për mua nuk është Amerika që ti ndjeu kastravec, hiqe organin gjenital mashkull e bëje femër. Se ke drejtën vëlla. Këto janë atë qendrat e këtyre tani. Dhe mua ma caron fakti vëlla që më vin njerëz të përbashkët që i njohim ne, që i kemi miq dhe më thon, s'ke frikë nga kjo, kujdes me Izraelin, kujdes me Amerikën. Po s'po dalim. Okej, njerëz që thon, o shpend, por këtu ka njerëz që kanë frikë nga një vetëm burr. Këtu ka njerëz që thonë, ore, nuk e frikti nga kryetari i bashkisë, o vllai, kupton dhe tani nuk e friktot nga kryetari i bashkisë Fierit kur flisja unë. Ore, thash kush është ky, o mik, as më kërcet fare. Kryetari i bashkisë është shërbëtori im, o zotri. Ka një vlla, kam frikë nga jetë tyre, por ka frikë nga i patronazhist i lodhur atje, por ne i fshat apo në një qytet, o bo mpa me këte, o bo këte, o bo ande. Imagjino ti të thuash flasin e njeri kundër Amerikës, këta nuk i zë gjumin natën. Pra këta kanë frikë të kundërshtojnë Ramën. Neve disi na shikojnë, na thonë ore po këta valla si flasin kundër Ramës. E kupton diku e din shumë mirë që kemi drejt, por ky është realiteti e shpendani. Edhe ata që flasin me account falsore, se ka një ndryshim, se kam një shokun, ka një 200.000 followers në një faqe. Nga këto kështu satiriket, ai që bëjnë humor e meme. Çaj bëj unë, tha mua një radhe këtyre. Thash valla, kemi ndryshim ne. Unë i bëj, jo tjerë. Ti e zotri fshihesh mbas memeve, mbas faqes që nuk e di as kush je ti, mik. Unë po dal me emrin tim, ore. Si jemi një lloj ne dy bashkë thashë.
Se më tha mua, ore, tha, po të kandidoj dhe unë të futem politikë, ore, dakord, po ty s'njef njeri, o shoku. Kush je ti, vlla? Jam admini i X faqes. Po fal, po, si jemi në kushtet barabarta. Se unë, Shpendi dhe shumë tjerë po dalim me emrin ton, me zërin ton, me fytyrën ton, me backgroundin ton. Nuk po fshihemi aty mbas me ndonjë faqe kështu, apo mbas partisë. Shikoj. Trimëria vëlla të diferencon në dy gjëra. Kur nuk e frikë të thuash gjën tënde, dhe trimi kur nuk abuzon. Trima që kemi lexuar neve në eposin e kreshnikëve të gjithë me të vërtetë ishin më të fortë ato vëlla. Po ishim fshatarë në thelb. Pra kishin atë konakun e tyre dhe ishin zot konakut. Vinte nga lufta, nuk vinte në fshatin e vet një të bin Muji dhe Halili dhe ti terrorizonte ti merrte haraç krahinës ju të binës. Ishin djemtë e krahinës. Pra trimat nuk janë kriminal vëlla. Trimat nuk janë gjobaxhinj. Trimat serviren vetëm atëherë kur është nevoja për të treguar trimëri o vëlla. Trimëri nuk është unë vetë të kap njëri me 5 veta të rraf, se të bën trimëria, thjesht kem shumë numra vëlla, e ke gjetur në befasi. Trim është Delsa Liberishës para ti thua shtroçat që mendon vëlla. Ti dalësh Ramës para ti thua shtroçat që mendon, drejtorit bashkisë, drejtorit aluizmit, gjithëve pa përjashtim, drejtorit policisë, ja thua atje ja ke fut portë skot. Pronarëve të medias. Gazetarëve, se po na dalin këta gazetarët opozitari, ke parë që po bëhet tash në përrjet. Të gjithë në përtendera, inceneratoresh, apo vetëm ne të dy s'pas kemi marrë kaq te pila jemi në vëlla. Po si s'na erdhi njeri e Shpend, atë po mendoj edhe unë, na thoshte, ore, nani edhe ju në i lege vëlla, e kupton. Mbyllën e gojën dhe ju, ore ta tentoje vëlla, e kupton. Mbase, kaq kështu Ka bëjnë ata vëlla, se din kemi kryu bine që si pranojmë. Ore, kjo është vlerësim vëlla. Gjatë krizës së energjisë vetmi që fliste për abuzimet e keshit OSHE-s jam unë. Dhe ky është fakt. Ora ja është fakt, nuk ka tjetër vëlla që e kritikon. Edhe doli nga këto përgjimet e këtij Dervis Berberi që është në Burg tani, që ishte drejtori i rrugëve, që i linde kjo balluku, i linde porosi të gjithë këtyre drejtorëve, ora kapni mediat, mbuloni secilën dhe zërat që flasin kështu. Po si e vëlla tani nuk shumë njeri për mua, e kupton. Pra u blen media, portale, gjitha, ndërkohë që unë dilja flisi. E bëja opozit. Pra, por e shkrijuar ajo bindja thotë, ky është budalla se na nxjerr ky, e kupton? Ne edhe po ti vëm ti do dali ky do thotë, ora erdhën të më blinin. Po kjo është pozitive, unë e shkoj pozitive, kjo është medalje që ta marrin këta. Edhe mirë bëjnë mos dvinën, e mos ta provojnë se. Edhe unë e shikoj pozitive o Azmer, e shikoj pozitive se nuk e di, nuk do ndjesha kur, neve themi me gallat, si s'na erdhën neve, po nuk do ndjesha kur dakord që dikush të më pagunte shërbime dhe unë ta dija që punoja për ato vëlla. Dhe unë mos kisha, domethënë unë nuk punoj për njeri, unë punoj me njerëz. Se është një diferencim për me vëlla, e ndryshon komplet thelbin e gjës. Unë punoj me njerë, punoj me ty vëlla. Hajde ta ndajmë bashkë. If it's not win-win, we don't have a deal. Është parim ky. Shqiptari do fitoj vetëm unë, ti ta hash ose ik. Jo vëlla. Bota e biznesit, çdo lloj bashkëpunimi është win-win. Do fitojmë të dy. Secili ku e do vet gjërat. Është taksative vëlla, por që të më thonë njëri në Amerika që lekë edhe mbyllet i gojën. Për çfarë ta mbyll gojën? Për ta mbyll gojën se ti, domethënë ti do të më bësh mua pjesë të krimit tënd, më futesh në grup strukturuar kriminal, si kështu i bie. Po. Heshtje vëlla. Apo unë nuk flas dot për shkakun për energjinë, se nuk ti te kaloj dot kompetenca ty vëlla, se mund bëj gabime, a kupton, bëj autogol. Mira, ajo është pastaj, ajo është çështje me pasurin informacion po. Po pra, unë e di që dritat janë shumë të shtrenjta këtu o vëlla. Ka që kuptoj unë si konsumator që pagoj dritat muaj për muaj. Uji. Vazhdim të duke qenë tokë me ujë, kemi ujë më të shtrenjtë në Ballkane, po e marrë të mira, apo çfarë bëhet shumë o vëlla.
Amerin që prodhon Amerika, tute neve vinte $50,000, $60,000 si transporti të gjitha, po më thoshin kushërirat e mia në Amerikë, Amer vjen pas Rusja. Pse je thosh unë? Sepse është prodhim vendat shpendë. Është makinë shumë e lirë për tregun, se është prodhim vendat. Me $10,000 merret ti ata. $12,000, po $12,000 në Amerikë janë asnjë lloj gjoje për një punëtor që do me një makinë vlla, atje makina nuk është luks, është domosdoshmëri, se do ikësh bësh 700 kilometra në ditë. Po është bërë në Shqipëri domosdoshmëri apo? Ku e kemi në problemin vendas vlla? Ore, dua unë të kem për shembull, nuk dua ta blej dohanin gjyshi im vlla. Ndjes pas, gjyshi jot, gjysh ata, nuk e kam pensionin, prindrit tanë e kanë 170.000 lekë, ja badjava 200.000 lekë, badjava është i pasur që e ka 300. Janë duan pirsa tani. Duani gjë e keqe, po vlla, duani gjë e keqe, unë jam i pari që duhet me lënë duhanin. Edhe pse e pi vet, se kancer është, helm. Po e pim vlla, e kemi zgjedhur atë është ves. Pak Kataraboshi, Sheldia, që të vesh ta zjesh, e ta nxjerrësh prodhim vendas 500 lekë për pensionistët paketën dhe për studentët, jo për shpendin dhe azmerin që am punë. Unë shkoj ta blej atje me taks, me pull, 3.200 lekë, 3.500 lekë, s'ka problem, se ves po marr. Po pensionistët dhe studentët Ti thua duhanin që dikush do thotë okay, se e bëjmë, e rrisim çmimet që ta lënë njerëzit. Po mirë tella, po energjinë elektrike që 98% ne prodhojmë nga hidrocentralet. Uji që bie nga mbush, që vjen nga shiu. Si bie tani? Pse kemi energjinë më të shtrenjtë ne? Apo ta kursejnë? Se mund të ketë një justifikime. Ne vëmë çmimin e lartë, mos shpërdoroni ju se e prishni kodin ju, dini të menaxhoni. Ne ju mbrojmë juve. Ato është një tallje e madhe për çdo gjë e shpendë. Por shpresojmë bëhet më mirë, por se kështu ka vajt kjo punë tani. Ta vëmë më mirë, Si do vëmë më mirë. Që të bëhet më mirë duhet të ketë një indicie që të bëhet më mirë, se s'bëhet më mirë nga hiçi. Tu po përkeqësohet çdo ditë më keq. Por e mund ta bëj koha shpend, nuk po them njerëzit e. Se më thoshte njeri që rrinte në Greqi, shikojmë dhe mua që ka bërë Tirana, më tha mua. E ka ndryshuar Tiranën si nata me ditën, kur ke qenë për herë të fundit ditësh, në 2008, 2007. I thashun, po pse qa pretit, ishte si në 2007 këtu, jemi 2026, e ka bërë koha, o zotri, nuk e kam bërë këta. Ka qenë në Tiranë 95-ën, nga 95-a deri tani në 2026-ën, kur vjen shikon kështu, thot Tirana gjë nga shumë mirë, thot pse qani, se mban mend atë 95-ën që duhet kaloj me tank. Po mire, qa pret ky shoku gjithë këto vite, 30 e ca vite, t'ishte një lloj rruga me gropa këtu në Tiranë? Po ka ardhur koha, vetë njerëzit vetë i kanë bërë. Ne i kemi bërë, edhe shtëpit, edhe shumë gjëra i kemi bërë ne. Pra nuk është se i kanë bërë këta. Pra, kurse këta marrin të meritat të burra, kupton? Leti marrin valla. Leti marrin më meritat, dhe problemi është a do vi ndryshimi apo jo, valla. Problemi nuk është kush do marrë meritat, meritat gjithmonë do t'i marrin ata që nuk i meritojnë. Ky është fakta, kupton? Kjo është fatkeqësia jon. Çdo herë do t'i marrin meritat ata që nuk i meritojnë, valla. Po, fakt. Tash ideja a do bëhet në një gjë, do bëhet në një gjë. Unë them që s'bëhet valla. Pse nuk bëhet? Me nga neve nuk vjen ndryshimi një, harroja. Nuk vjen ndryshimi nga neve. Ajo çka mund të vijë është një efekt domino. Ajo çka mund të vijë është ajo që ne quajmë rastia, apo që mund të jetë akumulimi i energjisë që nuk flitet fare në për shkolla, në për ambiente akademike, se shkenca pa ndjeshmërinë, pa ndjesinë, se po flasim për qenie që janë në 90% të tyre e kanë subkonsciencë, e kanë pavedije. Ne jemi qenie që nuk e njohim veten, njohim vetëm 3-4% të humanitetit tonë, do të qenurit human. Pjesa tjetër është iceberg, po që ne nuk e kemi parë. Por besoj vllai që do mbushet kupa, si thon ke parasysh, do mbushet kupa dhe do derdhet vetvetiu. Sepse ka një gjë. Armiku më i madh i Ramës është vetë Edi Rama, valla. Unë këtë e kam bindje. Ai si vetja, edhe të gjithë si ai vlla, kanë për të rrëzuar nga vetja vet. Ai shumë kanë për të kënaqur.
Kush do ta rrezoj Ose- kjo opozitë thotë? që ti vendosim pikat mbi i vlla, se jemi drejt fundit. E di se e shikoj Ramën e shikoj si kulla Babelit vlla. Që u ndërtua për të zvendësuar Zotin. Shumë kush hoqi shpresat që vdiq Zoti dhe po bëjë kjo kulla që do zvendësohej. Dhe një ditë bukur erdhi përmbytja, erdhi nga hiçi. Erdhi nga hiçi sepse njerëzit vlla nuk e meritonin rat para të përmbytjen, sepse ishin ata që e kishin idollizuar këtë lloj ngritje të kësaj kullës Babelit. Dhe meqense ky është e klubi i gjatëve, meqense ky e do të gjatin, a kupton? Edhe kullën e do të gjatë. Unë mendoj që sa do i gjatë jetë ky i gjati, do bjeri vetë vlla. Do rrëzohet se Por s'ka ishin atmosferë rritur lart. ishin rritur koeficientet e Polymarket. Janë rritur? Se po e shikoja pak para e 2 ditësh. Sa e Kështu kishe që- koeficientin Rama? Sa e kishe koeficientin, Të trego koeficientin e Ramës. vije $1.000, po të thoj që Edi Rama nuk do jetë më kryeministër deri në 31 dhjetor, fitoi $1.800 ca dollar. Sa i bie 1.8 nuk. 1.8, po. Po. Po shumë mirë. Po shumë mirë. Tashi 1.8 nuk është Rama, a? Po nuk është Rama. Kurse që është Rama ishte më pak më duket. Shishi nuk ja çojnë mbi 2 ata bookmakersat. 1.8 e lënë, a kuptoni? Po. Po mos harrojmë që po hym në qeshor edhe pak, ja. Pa. Hym në Kështu që- sa është data sot? Data është 25. Data është 25. Mirë jemi asmer, mirë. Më mirë do bëhet vlla, tani që kemi edhe Japoninë nga pas Samsungun e gjitha Me Japoninë, pastaj do kemi kjo politika jon ka dhe fatë burr se do filloj dhe botërori për ca ditë. Kështu që do mbyllim Po, këto harrohet, punë me këto leje të aeroportit. Kush e ka mendjen e burr, çfarë thuhet ti? Pare burr. Madje edhe ne duhet komentojmë në ndeshje e futbollit, ja them sinqerisht këtë, se ndarget i janë. Je Po, dakord si e me kam mua, po, shikoj- komentojmë në ndeshje. Patjetër po vlla. Patjetër po e shikojmë, ne kemi të studio re, hajde me Po, nuk e shikojmë E- se nuk e prezantojmë në YouTube, po e komentojmë vlla, vendosim kamerat. Po, komentojmë, marrim fiks, ta bëjmë diçka ndryshe. të betohem Je dakord me mua? Ë? Se do na vjedhin si derës. Po le të vjedhin, po ta vjedhin bukur o vlla, se këta nuk vjedhin as bukur më. Ta Ti vjedhin bem- ti skemën bem- komplet, mirë që ta marrin, ta kopjojnë shëmtuar o burr. Ti bëjmë një komentim si dim ne, e kupton? Të gjithë njerëzit vlla që më thanë, apo ha podcastin do dështosh, përfunduan duke hapur podcast pas meje o vlla. Po ta fal suksesin këtu. Po shqiptari, si tha i dhe intervista. Shqiptari tha, të jep jetën tha, shqiptari tha i ka falur vllajt fëmin tha, nuk ka pasur fëmijë ka dhënë tha, pasurinë e gjitha. Ama tha vetëm një gjest ta fal shqiptarit tha, qa tha? Po suksesin tha, ti është më i mirë se ai tha, aty tha, po që vizën tha dhe u bërë armik. Suksesin ta fal njeri vlla. Nuk fal njeri suksesin në Shqipëri. Prandaj neve jemi dështak përjetshëm, që mos ta marrin vlla, mos ta marrim sysh. Po këta dhe në dështim vinë kopjojnë se janë bosh. Se nuk më thoshin mua ti e di shumë mirë burr, a nuk më thoshin mua që ore s'do marrësh vota burr. A e kupton? Nuk merr vota burr, më thosh. Ti e di shumë mirë burr. Pe s'ke oligark nga mbrapa, nuk e leke të gjitha. Po ore do apo s'do ndonjëherë dhe ndikon kjo valla, e kupton se thua po pritese. Mos kanë drejt ta. Po ja mora unë ca vota ti, e kupton? Ajo të ndikon vlla. Ajo të ndikon, po ajo të ndikon si sprov nga Zoti, e kupton? Në momentin që të bëhen shumë qenë, që të lefin, që ton mos se do dështosh, është momenti i dur për mbyllur sytë aty beje, aty hidhu. Aty beje. Aty hidhu vlla. Te momentin që te ma ka thënë s'ke sponsora, s'ke këtu e moderimi është i vështirë. Okej. Kam një mikun timun shpendesh i huaj, kam punuar në Kuvajt, pedagog, është profesor ekonomie, dhe
Kur isha ku vajti mbaj mend i kam bërë një pyetje i thash profesor ore çat hapim në gjë për që ne jep një këshill ose që ta kem parasysh që në të ardhmen nëse hap një biznes ta di nëse me veten time po bëj gjën e dur apo jo dhe më tha një gjë. Më tha nëse dëgjon tha për një ide biznesi tha që ta thon tha 500 veta tha ose dëgjon kafe tha që shiko pilani bëri lekë kjo ecën e gjitha mos e hap atë. Se nëse ka ardhur muhabeti tha deri te kafja e lagjes tha që shiko tha se ky në këtë lloj forme bën lek tha, ai tha është biznesi dështuar. Ti tha do shikosh tha në atë biznes ose në atë ide që ke ja thua 10 vetave dhe në 10 veta pjesa më e madhe ta thon pa argument jo se nuk hecën jo po se kështu jo po se ashtu atë bëje tha sepse si këta tha janë shumë që ngurojnë që ta hapin tha dhe do jesh një hap shumë më para dhe në fakt mua ka rezultuar e drejtë jo dhe vërtet paktën në punën time dhe në atë që unë bëj dhe këtë kam bërë. Unë vlla kam filluar që vetëm po. Edhe I kam largu të gjithë. Do të thënë kush jep mend kot vlla, pa ti kërku, po s'më fare mend. Po ja dal vet. Mirë keq, duke rremuar jam vlla. Unë jam nuk e kam akoma idenë se çfarë po bëj. Në thelb. Njerëzit e shikojnë. Po sa mirë ke ecur. Ke kaq të ndjeksa, unë vazhdoj akoma duket vetë si me minus, që duhet me rremu. Se e di sa e prishte gjëja nga brenda. Një muaj që u prish infrastruktura që po e rregulloj unë, e dha direkt algoritmi goditjen në voice edhe në screen vëlla. Domethënë algoritmi kapet nga cilësia e zërit dhe e audios edhe e videos. Si do ta mësoj jam? Sidomos zëri. Duke e provu vet vëlla. E pash, edhe tani nuk ka të vi YouTube SEO I botës në të shikoj se duhet kështu se e pash. Nuk bëhet podcastin në këtë lloj forme siç po e bëjmë ne tash. Nuk bëhet vëlla. Por unë po e bëj për një arsye, se s'dua ta lë bosh, se du me mbajt ritmin. Ai sa mundem, se sa mbaj dot. Po ti e duke mësu vet vëlla, mua m'pëlqen që ka me gjë vet po pe shikon, po kjo është rrethore. Për ty mund të jetë katrore, po për mua është rrethore vëlla, se ai lloj vizioni im. Media, pëlqen podcasti, po e bëj në mënyrën time. Ty të pëlqen inxhinieria, po e bën në mënyrën tënde vëlla. Po nxjerr ti inxhinier, po nxjerr unë njerëz në shkollë. Pra, sikur të gjithë neve të kishim luksin të merreshim me punët tona, Shqipëria do ishte një vend shumë I mirë për të jetuar. Po neve merrem me punët e Azmerit, Shpendit, edhe harrojmë punët tona. Se kjo është e çuditshme, domethënë si ka mundësi kaq shumë mend pas ka ky popull vëlla për të dhënë. Pyetja fundit jo. Po dhe mbase ka është, po di unë. Mbase ka. Mbase ka. Bëma kjerë. Tani. Që mos ta bëjmë zez fare, mbase ka. Mbase ka, mire ka. Na bekoft. Faleminderit do Azmer vllai. Për çdo të hënë që je këtu me mua, inshallah na del për bereqet të dyve vëlla. Amin. Amin. Për të dalë. Nëse bepet bëjmë shpend, pastaj çfarë është për të ndodhur do ndodhi, por e kupton. Kaq. Ne bëjmë madje nëse një gjë është për ty është shpend apo për mua, të bashkohet qielli me tokën nuk na merr kush. Nëse nuk është për ne vëlla, nuk është për ne ore të përpiqemi ne ditë e natë nuk kemi për ta marrë kurrë dhe kush e kupton këtë do ketë një jetë të qetë, një jetë pa stres, një jetë pa smir, një jetë pa xhelozi. Sepse ajo që është e imja dhe ajo që është e jotja dhe ti nuk ke shanse të më marrësh mua, po ashtu dhe unë nuk e marr dot atë që është shkruar për ty. Dhe ky është thelbi I jetës. Lum ai që e kupton. Shumë e vërtet vëlla. Unë miq të dashur po ju bëj një bekim tjetër, ndryshe nga Azmeri, po e bëj më serioze se Azmeri. Ju bekoft manjaku I Surelit. Ju bekoft manjaku I Surelit marrë nga të tuaja. Juve që po e votoni, juve që e votoni dhe ju duket Shqipëria më e mirë.
Manjak ai, ju manjakërov dhe juve dhe mark nga ditët tuaja, amin o Zot. Shumë mbyllet Trup Podcast i të hënës për sonte. Kujdes manjakë. Përshëndes. Nada. Natën.